Policia e Gjirokastrës ekzekutoi 16 masa sigurie për punonjës dhe ish punonjës të OSHE-s në rajonin e Gjirokastrës, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin shpërdoronin bazën materiale të drejtorisë, si dhe siguronin dhe instalonin matës të energjisë elektrike pa i regjistruar. Policia ekzekutoi 4 masa arrest në burg dhe 6 masa arrest në shtëpi për punonjës dhe ish punonjës të OSHE-s, ndërsa 6 qytetarë do të hetohen nën masën detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë shtetit, pasi dyshohet se vidhin energji elektrike përmes këtyre matësve të instaluar nga teknikët e arrestuar. Në banesën e një prej të arrestuarve, policia gjeti 22 matës të energjisë elektrike, 13 kuti plastike dhe 9 vula. Policia e Gjirokastrës bën me dije se janë sekuestruar sende të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale dhe dokumente të ndryshme në funksion të hetimit. Të arrestuarit dhe të proceduarit akuzohen për veprat penale, shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike.